sa i përket ngjarjes, normalisht çdo gjë, procedurat dhe çdo gjë po bëhen nga ana e policisë shtetit dhe organet kompetente. Unë mund të them vetëm atë që ka deklaruar shoferi dhe fatorinoja që nga mbrëmja e dieshme, ku unë kam shkuar dhe kam qenë prezent në aksident, autobusi ka qenë duke ardhur nga drejtimi i Pallatit me shigjeta për të shkuar në drejtim të qendrës ose rruga e Kavajës, po e quaj. Në atë moment, autobusi, sipas deklarimeve të shoferit, ka qenë me semafor jeshil brenda rregullave të çarkullimit rrugor, dhe në momentin që ai ka kalu për të futur në kryqëzim, vajza në fjalë nuk e ka pa semaforin e krahut të saj që ka qenë semafori kuq dhe ka vazhduar lëvizjen. Në atë moment shoferi, normalisht ajo është diçka që ndodh në qindrat sekondit, shoferi duke pak nga paniku, nga çdo gjë, sepse normalisht autobusi është mjet të tonazhit të rënd, automatikisht për të shmang një tragjedi më të madhe, është munduar të devijoj autobusin në krahun e tij të majt për të shmangur aksident ose diçka më të rëndë që mund ndodhe me këtë gozë. Në atë moment autobusi ka humbur kontrollin e autobusit me saktë shoferi dhe ka dalë në krahun tjetër duke shkaktuar aksidentin, duke përplas me mjete që kanë qenë parkuara aty. Sipas gjithë testeve të alkoolit, procedurave dhe çdo gjë që është bërë mbrëm nga policia e shtetit dhe nga organet kompetente, çdo gjë ka qenë sipas rregullave, shoferi nuk ka qenë në gjendje as të dehur, as përdorimit të alkoolit, thjesht ka qenë gjendja e panikut në momentale që ai ka arrit dalin nga korsia tjetër pra për të shmang pjesën e një aksidenti më të rënd